me datën 9 nëntor, edhe le të punojmë një për çdo ditë, po për çdo orë që këtë marrëveshje për bashkëqeverisje që e bëm sot, ta realizojmë me bashkëqeverisje mas 9 nëntorit me drejtorin Suleman Mehulli edhe me drejtorët të cilët do të bëjnë punë të mira e të mira për gjithë qytetarët e Vushtrisë, pa dallim, të cilën e dojmë shumë edhe ajo na don neve bashkë sot. Faleminderit shumë në emër të kryesisë së Degës Lidhjes Demokratike të Kosovës në Vushtri dhe të asamblezëve që janë këtu me neve, më lejoni që ju falenderoj për prezencën e juaj sot dhe them që ky koalicion, kjo marrëveshje nuk është kundër askujt, është marrëveshje për qytetin dhe për qytetarët e Vushtrisë ekskluzivisht dhe duke qenë një besimtar, unë besoj që e mira do të më qymë të mirë. Në 2017-ën, lëvizjave të vendosje, kam shtetur ndryshimin Vushtri, sot LDK e kthem në Vushtri këtë mbështetje me qëllim që të vazhdohet një ndryshim i domosdoshëm në qytetin e Vushtrisë.